Përshëndetje të dashur ndjekës, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do t'ju prezantoj me një recetë që besoj që do ju ngeli gjatë në shijet tuaja, sepse kështu bëri dhe me mua kur e provova për herë të parë këtë recetë dhe doja patjetër të merrja përbërësit dhe mënyrën se si e kishin gatuar. Po përpara se t'ju tregoj recetën, dua që t'ju ftoj të bëni subscribe ose në shqip të abononi te kanali im dhe të ndisni atë butonin zilen për të mos humbur asnjë nga gatimet dhe recetat e çdo jave që unë do t'ju përcjell këtu te kanali im. Gjithashtu do doja të dija se nga cili qytet ose shtet po më ndiqni sot te kjo video. Ju lutem shkruani në komente sepse dua t'ju përshëndes të gjithëve vetë nga ana ime. Vazhdoj me recetën. Për këtë recetë na duhet një nga këto kungujt. Më duket se këto quhen kunguj grek, por gjithashtu kanë këtë formën kështu si ovale dhe ne e marrim, e qërojmë, e pastrojmë nga farat, gjithashtu ja qërojmë dhe lëkurën dhe e grim në rende tek pjesa më e imët që kemi tek rendja për ta bërë më pas ashtu. Marrim 2 kokra vezë dhe i shtojmë në një tas. Gjithashtu kjo recetë nevojitet të bëhet me qumësht, por unë nuk kisha qumësht të mjaftueshëm, kështu dhe i shtova disa lugë kos, e përzieva qumshin me kosin bashk. Nëse dhe ju si puna ime nuk keni qumësht të mjaftueshëm në shtëpi, mund ta bëni me kos ose thjesht i përzjeni të dyja bashk. Tek masa që bëm me vezë e kos, shtojmë djathin dhe e coptojmë kështu me duar për t'i bërë sa më të imta. Më pas marrim kungullin që grim më përpara dhe e shtojmë tek tasi duke e përzier të gjithë masën që kungulli dhe pjesa e lëngshme të përzihen bashkë dhe të shkojnë kudo. Gjithashtu më pas do marrim mielin e misrit. Këtë mielin e misrit që kam unë e kam marrë tek fshatarët. Ky është ai miell misri që është bluar me gur dhe kështu që është më i ashpër si lloj, por ju mund të përdorni shumë mirë dhe këto miellet që kanë dalë në market dhe ato janë shumë të mira. Kështu që mos u shqetësoni. Këtë recetë e kam provuar tek nusja e dajës tim dhe mu duk një recetë tepër e shijshme. Kështu që e pyeta menjëherë për recetën dhe se si e kishte përgatitur këtë. Qumshi është mirë që t'jetë me ajk dhe më pas i shtojmë dhe gjalpin në fund, por dhe me qumësh marketi nuk ka problem, bën shumë mirë. Marrim një tavë, unë kam marrë këtë tavën rumbullake dhe kam vënë letër përpjekje që t'jetë më kollajshme për ta hequr masën më pas. I kam vendosur vaj ulliri sepse mielli i mistrit e ka shumë që vaj në ulliri sepse e thith shumë shpejt dhe nuk duhet të jetë kështu si e thatë, por duhet të jetë sa më e butë tekstura e ushqimit. E hapim kështu me lugë dhe e përhapim në të gjithë anën dhe i vendosim përsëri pak vaj ulliri përsipër dhe gjalp për t'i dhënë më shumë shije dhe aromë. Gjalpin që unë përdor e bëj vetë nga ajkat që kam mbledhur të qumshit dhe ai ka një aromë shumë të mirë. E vendosim në furr, një furr të parangrohur me 200 gradë derisa të pishet dhe të marrë një faqe të artë kështu. Kjo recetë ka një shije mes të ëmblës dhe të kripurës, perfekte për ta shoqëruar për drekë ose thjesht një vakt i lehtë për darkë. Gjithashtu mund ta bëjmë edhe në forma si muffins për t'ia dhënë fëmijëve me vete në shkollë. Ne e pëlqejmë shumë dhe unë gjithmonë ja gatuaj fëmijëve të mi. Receta ka dalë e shkëlqyer, e butë dhe me plot shije. Ju ftoj ta përgatisni sepse me të vërtet nuk do shgënjeheni. Gjithashtu mos harroni ta shoqëroni me kos sepse kështu shijon më shumë. Ju përshëndes dhe faleminderit që më ndoqët.